Në emër të anëtarëve shumicës në këtë këshill, në momentin që ne e paraqitëm raportin ton në lidhje me kërkesën e prokurisë posaçme për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetes Belinda Balluku, ka ndodhur një realitet i ri faktik dhe institucional. Një realitet i ri juridik, i cili, le të themi, e ndryshon tërësisht natyrën e vlerësimit dhe shqyrtimit kërkesës së SPAK-ut në raport me dhënien e autorizimit për zëvendësimin e masës së sigurimit personal të ndalimit të daljes jashtë shtetit me ato të arrestit në burg ndaj deputetes Belinda Balluku. Dhe ky fakt ka të bëjë me ato që deputet janë fjalë, nuk ushtron më funksione ekzekutive për shkak të ndryshimeve në kabinetin qeveritar në përputhje me nenet 95-102 Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Përjedhoj, masa e sigurimit personal, ajo e pezullimit nga detyra si anëtare e Këshillit Ministrave, nuk prodhon më asnjë efekt real juridik dhe në të njëjtën linjë arsyetimi, raporti ynë e qartëson edhe narrativën mbi të cilën prokuria posaçme ka ndërtuar kërkesën për aplikimin e masave më të rënda të sigurimit personal, si rreziku i prishjes provave, i aratisjes apo i kryes së një vepre penale, të cilat mbeten thelbësisht hipotetike, për sa kohë lidhet drejt për drejt me ushtrimin e funksioneve ekzekutive që deputet janë në fjalë nuk i ushtron më. Megjithatë, të nderuar koleg, kjo nuk do të thotë se paraqitja e këtij raporti sot përpara kuvendit është një procedurë formale. Jo, në asnjë mënyrë. Përkundrazi, ajo përfaqëson një përgjegjësi të drejtë për drejtë kushtetuese të Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Është një shprehje e respektit institucional ndaj drejtësisë, por mbi të gjitha është një detyrim ndaj qytetarëve shqiptar që secilit prej nesh këtë sallë i kanë besuar përfaqësimin e tyre. Aq më tepër, në një situatë kur kjo çështje, e cila në thelb duhet të mbetet një çështje e drejtësisë dhe vetëm e drejtësisë, është ndruar sot në mënyrë të padrejtë në një debat të mbingarkuar politikisht në sytë e qytetarëve shqiptar. Në vend një procesi të qetë, të drejtë dhe të rregullt ligjor, shpesh kemi parë përpjekje për ta zhvendosur këtë çështje në një gjykim publik, në një tribunal mediatik që bie ndesh me standardet e shtetit të së drejtës dhe me parimin themelor ato të prezumimit pafajësisë. Pikrisht për këtë arsye është e domosdoshme sot që Kuvendi i Republikës Shqipërisë të flasë shumë qartë, të ndaj politikën nga drejtësia, zhurmën nga faktet dhe gjykimin publik nga procesi i rregullt ligjor.